Përshëndetje, sot do kemi një review motori dhe do kemi pikërisht më i mish rënë e vitit 2024. Ky është një motor që ka diku te 210 kuaj fuqi, ka grupin e SI MISHRS dhe elektronikën e ka maksimumi që mund ketë një motor. Ky ka një tork 113 Nm/m dhe maksimumin e torkut e ka te 11.000-11.500 xhiro, maksimumin e xhirove ka 14.500. Është një motor që ka shumë karbon, për shembull disjet I ka forç karbon të dyja, ka karbon në frame, pranë plastika. Ka dhe krahët që I ka prap forç karbon. Pastaj nëse do e hapim menun e këtij motori, ka shumë gjëna elektronike, ka race modes, po t'i shohim, po të afrohemi te motori dhe t'i shohim disa opsione që ky ka. E para punës ky është keyless, ndizet me çelës në xhep. Dhe po të hapim menun, është tema e M. Këtu jemi te menuja e parë që ky ka dhe ka disa modes. Këto edhe ndryshon menu, ka roadin, që tractioni është pak më I lartë që mos rrëshkasi, amortizatorët janë pak më të butë, pra është për ecje normale. Ka dinamikun, që është gjys sportive, gjys road. Ka race, që është standarde nga BMW-ja, që I ka sipas statistikave të BMW-s, dhe këtu fik dhe ABS-in, pra është për pistë. Ka dhe Race Pro 1, 2, 3, që cilat mund konfigurohen gjitha në menu. Po të hapim menun. Ka My Vehicle, ka Sportin, ka navigimin, ka media, se ky lidhet dhe me Bluetoothin, ka dhe settings. Nëse do kthehemi në fillim tek My Vehicle, këtu jep gjitha dhënat e motorit, temperaturën, sa karburant ka, nivelin e baterisë, jep dhe presionin e gomave në momentin që motori po ecën. Pra gjitha gjërat që mund t'i shohësh motorit me konsum, me tripet, me gjitha I ka gjitha këtu. Po të kthehemi mbrapsht pastaj dhe të kalojmë te sporti. Këtu janë gjitha opsionet e motorit, po ta kalojmë sport. Këtu ka një ekran tjetër, ka disa display të ekranit, të dashboardit, cilat normalisht ndryshohen. Kjo është më shumë për pistë, sepse tregon dhe frenimin, tregon dhe tractionin, tregon dhe linin, sa është palos motori. Nëse do kthehem prap mbrapsht, do shkojmë tek settings. Ka assisted, vehicle settings, system settings, connections, display. Pra gjitha settings që motori ka, kontrollohen këtu. Këtu mund kontrollohet dhe tractioni, ose DTC-ja, që kjo e ka edhe me minus, deri në -7, ose deri në +7. Normalisht ka kilometrat, ka tripin, ka wheel control, ka presionin e gomave, cilat shfaqen gjitha dhe sa kilometra ka për benzinë. Këtu ka dhe cruise controlin. Cruise controlli këtij I aktivizohet vetëm kur është modin road ose dinamik, kurse kur është në modin e race, ky nuk aktivizohet, sepse normalisht nuk të duhet cruise control kur je duke bërë gar, por vetëm modin kur je duke ecë në rrugë. Këtu rritet, ulet shpejtësia dhe këtu aktivizohet, bëhet on dhe off. Kjo bëhet në ecje, nuk bëhet në vend. Ky ka launch control në momentin që motori është I ndezur. Edhe po ta mbaj 3 sekonda shtyp për këtë, aktivizohet launch controlli. Po ta shikoni, tani nuk shkon më në xhiro maksimale, por shkon deri te 9000 xhiro. Do të thotë momentin që jap gazon, kalon te 9000 xhiro. Po ta fik launch controllin, ky shkon deri në fund. Launch controlli shërben për pas nisjes sa më të mirë të motorit. Tani, po të hysh opsioneve tjera që ky motori ka, normalisht do të jetë pronari I motorit vetë, se unë s'e di gjitha opsionet e menus motorit, por është një ndër motorat që ka elektronikën më të mirë. BMW-ja njihet për elektronikën dhe
Këtë motor ne do e shohim dhe ecje, kur do shohim wheelie controlin, do shohim tractionin, do shohim opsionet e menus, gjitha këto do i shohim në ecjen, në vazhdim të videos normalisht. Okej, tashi do i bëjmë një review në ecje këtij motori. Po shikoni, këto janë gjithë forged karbon, edhe disjet, edhe krahët. Qesin e kemi në xhep. E veçanta që ka ky motor është që pronarja ka bo me GP shift, do me thonë marshin e parë ky e ka lart, marshet e tjera i ka poshtë. Edhe është pak e bezdishme për ne që jemi mësu ndryshe. Ja na del dhe stema e BMW-s M Competition. Modin do e vendosim Race Pro. Displayin do e ndryshojmë pak. Dhe mbajmë këtu që të kemi kontrol më të mirë. Dhe ecim. Tja ullim pak tractionin, se ka shumë lart. Vendosim të treshi. Fusim marshin e parë për lart. Kë ka quick shifter up and down. BMW-ja për mendimin tim ka një ndër quick shifterat më të mirë dhe është një ndër markat e para që ka apliku quick shifter në motor. Ka një tork të papam. Do thënë, me një dorë ke frikë t'i japësh si motori se ka një tork që të merr me vete. Ka goxha potencë motor. Do marshet nga trojnë pak. Se në qatë son të ujtë marsh dhe nga i përsipër. Freksioni nuk e përdor përthyse fare me këtë motor se quick shifterin e ka super. Qa bëjnë do makinat në race trackun tim? Ka dhe steeper clutch, do me thonë qafë se unë jam marsh 3 dhe i fus pa dashe marshin e parë. Ky nuk është e rëshket goma mrapa, thjesht steeper clutch e balancon, dhe sa që këngjyrët një vetë. Manovrimi me këtë motor është shumë i mirë, pavarësisht se është 200 kg motor duket goxha i thjesht, goxha i lehtë. Edhe funksioni i këtyre flatrave është kur jenë shpejtësitë larta, edhe do futesh në thes, këto e mbajnë gomën e parë me ulur. Do me thonë qa ndodh me këto, është vjen ajri këtu dhe ushtron presion për poshtë, pra ull gomën. Me motora si ky, gjurin tokë e takon shumë kollaj. Është realisht goxha i lehtë. Gazin e ka elektronik normalisht. Edhe ka shumë ndjeshëm. Në momentin që e prek pak, jo të tërheq të merr me vete. Për kategorinë naked është një ndër më të mirë. Nuk po them më i shpejti, se ka dhe më të shpejt, që ne dhe i shohim videon tjetër. Por është një ndër më të shpejtë.
normalisht e ka super. Do të thonë pak ta prekësh frenin, dalon direkt. Rruga që kam zgjedhur për ta testuar këtë motor nuk është rruga perfekte për këtë motor, por me këtë fuqi që ka, është një ndër motorët më të mirë që mund ta përdorësh edhe për rrugë thjeshta, siç është kjo e Kladës. Nuk është një motor që është 100% pist, siç mund t'jenë ZX-10, Panigale, tjera me radhë, por është një motor që përdoret edhe për rrugë. Edhe frenimi motorik të ndihmon shumë që të frenosh. Ky e ka frenimin motorik me 3 nivele, me 4 faktikisht bashkë me offin, ndryshe nga ZX-10 që ka vetëm 2, ky e ka frenimin goxha më të mirë. Është goxha më i ri, është goxha më i shtrejtë normalisht. Në makina që po po të shi, po mundohet të eci shpejt s'po marrë vesh. Krap këti po thuj se s'ket nevoj fare t'ja ndrojsh marshet, vetëm të ato pjesë të drejta. Edhe aty sërse ke shumë nevoj, po gjithsesi. Është goxha e vështirë të flasësh ndërkohë që po jep motorit. Po mundohem të them gjitha gjëra që ka motori. Shikoni aty të ekrani, nuk e di sa duket e ju, po tregon din angle-in, tregon frenimin. Rruga këtu nuk është në rrugë që mund bësh në din angle, sidomos kur nuk vjen me motorin tënd, kur je me motorin e tjetrit, nuk është se mund bësh shumë akrobaci, siç mund bësh me motorin tënd. E mira e timonit këtij motorit është që e ka shumë gjërë, dhe për ecjet shpejta timonit gjërë ndihmon goxha me duart. Tani po vjen pjesa që mund të ecim pak më shpejt, se është asfalti më i mirë. Dhe e këshof në arën e tip si puna ime përballë. Panorama që ka qaf Klaba këtu është super. Dhe kjo pjesa rrugës është goxha e mirë.
Kurse kjo këtu fillon e prishet pak, por nga 500 metra është pak e keqe. Ka një stabilizim pa pam si motor. Do më thënë, me elektronikën që ka, me tractionin që ka, quick shifterin që ka, wheel controlin, nuk pa e të letë gabosh si motor. Edhe në qofë se gabon toleron goxha, edhe në qofë se ti afik gjitha opcionet këti motori, me traction me ABS, kjo prapë mban një 10% sa për të mbrojt. Këto pasqyrat nuk janë të vëna, i ka vetë fabrikisht mëja. Ndryshimi me soj mish rënë është që soj mishi ka që 70 kuaj, kurse kjo është një gjë pak më premium, se ka 210 kuaj edhe ka shumë kuaj më shumë se sa soj mishi. Kam 39, ta mendoj që me Versusin këtu e kam pas shut 62, por do mundohemi ta qëjmë si për 20 që s'paktën, mos në shaj pronari. Që është linin shumë, duhet jenë këtesa gjëra, jo këtu në qef krapë, se këtu 39 edhe është gërgja. Ja, e shumë 23, kraun e majtë. Dhe qëjmë dhe kraun e djathë. Opa, 20. Ok. O, mirë kështu. Kë ka dhe wheel control. U të vetë motorin. Ja, e qumë 28. Mirë është. Tu mund të takojmë dhe gjurin. Ja, për poshtë. Gërgja vështirë. 28 me 27. Që më stejme pastaj që vetëm krau djathë është falos. është falos dhe i majtë. Këtë mirë kanë to motorat me elektronikë se të fusin sfit me vetën, ata që edhe pak dërsa të bish. Rruga që kemi në Shqipëri ne nuk është për të shumë motorin linë. E pas ka mush me qershi po si ti mori në një. A ke me qeshiva? Një preke gazi e ka bumë me këto motor dhe ike. Ka torgun direkt. E edhe këto të bashkis duke po foto, po pastrojmë gjasme. Edhe i lejmë bedurinat aty, kur shkoj unë herë tjetër me motor të vijat. Ka që ishin dhe për më i mish rënë. Ndoshta e shofim pak dhe në autostradë, po për krapën kaq, se kaq është rruga mirë. Një gjë shumë interesante që ky motor i ka është holdi. Do të thonë, po ta shikoni, është neutral, këtu është për poshtë dhe motori nuk lëviz as para as mbrapa. Por shikoni këtu hold. Duhet që shtyp pak friksionin, ta fus marsh
Ti ja pa gaz që ti që t'holdi. Holdi vendoset dhe këshu. Ja. Kur jenë malore, mira holdit është kur jenë malore nuk t'ikën motorin mbrapsht fare. Tani t'ja bëjmë 1-0 deri 100. Duhet mbajmë këtë shtyp 3 sekonda. Ta aktivizojmë launch controlin. Udhemi në vit drejt. Tani ideja e launch controlit është që e çojmë deri këtu kur fillon kap gazi dhe fillojmë lëshojmë friksionin. Deri 100 thashon, kështu 0 deri 200 faktikisht. Nuk e pyet dot perfekt se hera parë që hip në këtë motor, po nuk ishte keq. E ata provoj dhe herë fiksimi dhe që. Torkun që ka këtë motor është e pamundur ta bësh precize. Edhe me këtë rrugë që është këtu, po gjithsesi mirë ishte. Pa quick shifter. Me motora si kë mund bërë dhe muzikë, për shembull.